programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarë ungjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni mundimi, barr apo ur. Mbase sot ka shumë njerëz që po kalojnë mundime se sa kurrë ndonjëherë më parë. Dhe një arsye e rëndësishme për këtë është për shkak të rrethanave dhe situatave financiare, po përballen me gjëra si kurrë më parë. Madje s'kan menduar kurrë se do të humbnin shtëpinë apo që e kanë të pamundur t'i dërgojnë fëmijët në universitet. S'kan menduar kurrë për faktin që s'do t'i plotësonin dot nevojat e tyre dhe për mënyrën se si t'i plotësojnë. S'kan menduar kurrë se dikush do t'u thoshte s'kemi më nevojë për ty në këtë punë. Mundimet vinë në të gjitha format. Dhe kur unë mendoj për të, mendoj se sa universal është, nuk bën asnjë dallim se ku jetoni, se nga vini, çfarë ngjyre keni, nga cila kulturë vini, nuk bën asnjë dallim. Mundimi është thjesht mundim. Ajo që bën ndryshimin është qëndrimi ynë. Bën gjithë ndryshimin e botës. Dhe kështu, kur qëndrimi i dikujt është që t'ja hedhë fajin dikujt tjetër ose të vendosë dikë tjetër në pozicionin e përgjegjësit, atëherë gjërat përfundojnë mirë. Rëndësi ka kur qëndrimi im është ai i duhur. Ajo që dua që t'u kuptoni nga ky mesazh është kjo. Unë dua që ju të kuptoni që mundimet në jetën tonë mund të jenë një ndjesi barre dërmuese. Kjo barë është e rënë dhe raskapice. Kjo na bën të kputur, të lodhur, të shqetësuar dhe na konsumon neve. Ose i njëjti mundim mund të jetë si një urë. Si një urë që më drejton drejt një marrëdhënie më të thellë me Zotin. Gjithçka varet nga qëndrimi që mbaj dhe nga të kuptuarit se ç'po bën Zoti. Kështu, në jetën tuaj, ju thoni që mundimi që keni në jetë është si një barë, është shpesh e rëndë në jetën tuaj dhe vazhdoni të mendoni Zot, edhe sa poshtë do të bie. Apo ju e shihni atë si një mundësi? E shihni si një urë, mbi të cilën mund të udhëtoni, mbi rrethanat tuaja dhe mbi të gjitha mundimet që janë aty, sepse ju e kuptoni që gjithë mundimi që keni po ju drejtojnë në një marrëdhënie më të thellë me Jezusin. E po apostulli Paul është shembulli më i mirë në shkrime, i njeriut që jo vetëm i kaloi të gjitha llojet e mundimeve, por që i kuptonte parimet më thelbësore. Dhe ky pasazh, nëse do të dëgjoni me kujdes, dhe dua t'ju inkurajoj që t'i bani shënim këto deklarata, do t'ju ndihmoj juve, do t'ju mundsoj juve që të keni qëndrimin e duhur, qëllimin e duhur. Do të kuptoni se ç'po bën Zoti në jetën tuaj. Dhe do të keni plotësisht një qëndrim ndryshe për çfarëdo që po kaloni apo çfarëdo që të jetë ajo. Hapini Bibla tek 2 Korintasve kapitulli 12. E mbani mend që tek 2 Korintasve Pali po shkruan për shumë gjëra që kanë të bëjnë me kishën, por një nga ato gjëra me të cilat po përballet këtu tek kapitujt 11 dhe 12 është dhe mundimi i tij dhe gjërat të cilat ai ka kaluar. Kështu, në kapitullin 11 ai na bën një listë të shumë gjërave të cilat ai ka vuajtur. Për shembull, ai thotë se është qelluar me gur dhe është lënë gati i vdekur në listra, i është mbytur ania dhe u la aty që të vdiste. Dhe madje ai është rrahur shumë herë me kamzhik. Është burgosur shumë herë. Ata u përpoqën që ta vrisnin atë shumë herë. Dhe kjo është lloji i jetës që ai bënte që nga koha që u shpëtua dhe shkoi në Arabi për ta kuptuar më mirë fjalën e Perëndis, derisa kur u kthye të predikonte, përjetoi shumë mundime. Dhe përfundon listën e tij në kapitullin 11 në vargun 28 duke na thënë: përveç këtyre gjërave të jashtme, ajo që më mundon çdo ditë është kujdesja për të gjitha kishat. Kështu ai thot, ajo që më mundon çdo ditë, kjo s'ishte diçka që ndodhte ndonjëherë. E ndjente çdo ditë këtë barë. E ndjente presionin çdo ditë për të gjitha kishat që kishte filluar. Se çfarë po ndodhte atyre për shkak të doktrinave të rreme që po futeshin në to. Me fjalë të tjera, ai kishte një përgjegjësi dhe mundësi të madhe. Por mundimi ishte një pjesë e madhe e kësaj. Kështu, çfarë mësoi ai? Si e kaloi ai gjithë këtë? Cili ishte qëndrimi i tij? Pas disa çastesh dua që të shkojmë te ky pasazh sa për të parë gjërat që ai mësoi dhe që ju dhe unë mund të mësojmë që mund të na ndihmojnë të përballojmë çfarëdo që po hasim në jetë. Keni për të patur mundim. Pyetja është se si do ta përballoni atë? Se si do të përgjigjeni? A do të përgjigjeni në një mënyrë që të dilni fitimtar me çdo kusht, apo do ta përballoni në një mënyrë që do të përpiqeni ta mohoni? Kjo s'ka për të funksionuar.
Mund të shkonin tek alkooli, seksi dhe droga, por s'kam për të funksionuar. Asnjëra s'ka për të funksionuar. Pra si do ta përballoni? Do mblidheni kruspull në të e do thoni do gjej një mënyrë për ta përballuar, apo ju do të përballeni realisht me të? Ajo që duhet të kuptoni edhe nga pjesa tjetër e mesazhit është kjo. Ka disa të vërteta shumë specifike që apostulli Paul mësoi dhe që po i ndante në këtë pasazh, që do t'ju ndihmojnë ju në çfarë do mundimi në jetën tuaj. Ndaj dua të dëgjoni me kujdes për të mirën tuaj sepse ka për të ndodhur. Do të keni nevojë për këtë dhe pyetja që shtrohet është si do të reagoni ju. Duaj që sipas këndvështrimit të gjithsecilit ti vendosni në radhën që ju dëshironi. Duaj që të filloni pikërisht me të parën. Dhe kjo ishte ajo që ai mësoi. Të gjitha këto i keni në ekran dhe duaj që t'ju inkurajoj që t'i shkruani. Ai mësoi që mund të përjetonte kënaqësi në mes të mundimit të tij. Gjë që shumica e njerëzve se mësojnë kurrë, që ai mund të ishte i kënaqur në mes të mundimit të tij. Tani, në kapitullin 4 të Filipianëve, për shembull në vargu 11, ai thot pikërisht këtë gjë, kur shkruan për atë që po i ndodhte atij. Në vargun 10 thot, dhe u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund, kujdesi juaj për mua u rigjalluruar, në realitet ju edhe kishit në mendje, por nuk kishit rast, ata e kishin mbështetur, por më pas s'mundet më. Ai na thot, nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Tani, le të kthehemi sërish te kapitulli 12 me të cilin po kalojmë shumicën e kohës. Fillimi i këtij kapitulli. Dua që të vini re se çfarë thot në vargun 10. Ai thot prandaj unë kënaqem në çfarë? Në dobësi, në fyrje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica. Kjo do t'i lindë shumë njerëz në krevat. Ai thot se është i kënaqur me këto gjëra. Tani, pse do ta thosh ai këtë? Sepse ai dinte se si të përgjigjej. Ja se çfarë ai mësoi. Ai mësoi që po mësonte diçka në marrëdhënien e tij me Jezusin. Dhe po mësonte se këto gjëra nuk do ta shkatërronin atë, por në një farë mënyre ai do të gjente gëzim. Kujtoni që ai po i shkruan Filipianëve, Efesianëve dhe Kolosianëve. Ai po i shkruan këto letra nga qelia e burgut, sepse po futej nga një burg në tjetrin. Dhe tani po na flet për faktin se një gjë që kishte mësuar ishte se mund të ishte i kënaqur në mes të gjithë këtyre. Ka vetëm një mënyrë për të qenë i gëzuar në mes të mundimit. Dhe kur kalojmë këto gjëra si ata, i shtojmë gjërat njëra pas tjetrës dhe ju e kuptoni këtë. Gjë e dytë që duhet vini re këtu është kjo gjë. Ai mund të përjetonte fuqinë e mbinatyrshme të Perëndis në dobësinë e tij, sepse këtë të bën mundimi. Mundimi na bën ne të dobët emocionalisht dhe fizikisht, çfarë do tjetër qoftë, na bën ne të lodhur dhe të kputur. Dhe ja se çfarë na thot ai thot se mësoi të përjetonte fuqinë e mbinatyrshme të Perëndis. Dëgjoni se çfarë thot në këtë pasazh tek 2 Korintasve. Në vargun 10, prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyrje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. Ai thot ja se ç'ka mësuar, na thot ka mësuar që kur jam në çastet më të dobta të jetës sime, kur mendoj se s'mund të vazhdoj dot më, kujtoni se çfarë tha. Mbi të ishte presioni i përditshëm i kishave. Fakti që u përpoqën ta vrasin, e qellua me gur, me kamzhik, pra ai po na thot ajo që po mësoj është kjo. Kur unë jam më i dobët, marr valën më të madhe të pranisë së energjisë, së mbinatyrshme dhe fuqisë në jetën time. Mund të vazhdoj përpara. Kur mendoj se s'mundem, atëherë filloj të kuptoj se kush është Zoti im, kush është fuqia ime, se ç'është kjo jetë brenda meje, është jeta e Jezusit. Dhe na thot kur vin atë pikë që mendoj se s'mund ta përballoj dot më, atëherë unë mund të marr atë dhe të dijen e freskët dhe energjinë e Krishtit brenda meje. Më jep energji dhe më aftëson mua. Dhe kjo është e vërteta. Çfarëdo që të ishte duke kaluar si një urë, këto të vërteta do ta ndihmonin të triumfonte. Më pas, ai thot, se kam mësuar, dëgjoni me kujdes, ai thot se kam mësuar burimin për të gjitha nevojat e tij. Vini re se çfarë thot në këtë pasazh. Ai thot, duke filluar nga vargu 9.
Por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritet tek unë. Ai thot se ka mësuar që atij i mjafton Krishti. Ai thot ka mësuar që kur po i kaloj këto vështirësi, kur nuk ka kush të më ndihmoj mua, dhe shpesh herë ai u braktis edhe nga miqtë e tij. Ai thot, ka mësuar që cila do qoftë nevoja ime, Krishti më mjafton mua. Ta njoh atë, ta dua atë, të më doj ai, të kujdeset ai për mua. Kjo marrëdhënie është një marrëdhënie e ngushtë që ai ka me Krishtin. Ai thot, ajo që ka mësuar është se edhe në mundimin tim më të madh, kjo marrëdhënie më jep ndjesinë e mjaftueshmërisë, sepse di që ai ka premtuar që do të më drejtoj, do të më ruaj dhe do të siguroj për nevojën time, cila do qoftë ajo nevojë, dhe sigurisht ne e dim vargun tek Filipianëve, dhe Perëndia imi do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdinë e Jezu Krishtin. Dhe këtë na e thot dikush që kaloi shumë kohë në burg, u përsekutua, u qellua me gur, ju mbyt tania, të gjitha çfarë po na thot ai? Po na thot se është i kënaqur. Ai po flet për energjinë e mbinatyrshme të Perëndisë së plotfuqishëm që drejton jetën e tij. Po e pajis dhe po e bën atë të aftë për të përballur me çdo dhe të gjitha rrethanat e jetës. Shikoni pra, ai po shikonte në drejtimin e duhur kur erdhi mundimi. Nuk po shikonte brenda vetes, por po shikonte drejt Zotit Jezus, duke ditur dhe kishte mësuar e po mësonte në të njëjtën kohë se kishte diçka tek ajo marrëdhënie që ia bëri të mundur atij të ngrihej mbi atë mundim. Kjo është arsyeja pse edhe te Filipianëve ai thot të gjithë rojet pretorian e dinë që un jam në burg këtu. Dhe teksa ishte i lidhur me zinxhir me këta ushtar, ai po ndante besimin e tij me ta. Perëndia po bënte mrekulli madhështore përmes jetës së tij. Sepse ai nuk hoqi dorë, nuk u dorëzua, ai nuk tha o Zot ku je. Ai po mësonte diçka. Ai po mësonte diçka që e ka shkruar në këtë pasazh. Ai mësoi se Zoti ishte burimi i të gjitha nevojave të tij. Dhe gjithashtu ai kuptoi që mund të besonte në besnikërinë e Perëndisë. Ai mund të besonte në besnikërinë e Perëndisë. Kjo tregon që Perëndia do t'i mbante premtimet që ai kishte dhënë. Dhe kur mendoj për atë premtim, më vjen ndërmend ajo që thot në vargun 10. Ai thot, prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndikje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. Ai tha, e di që Perëndia im do të jetë besnik për ta mbajtur fjalën e tij, që ai do të sigurojë për nevojat e mia, që do të kem gjithçka në të për të përballuar çdo situatë dhe rrethan që mund të kem në jetë. Shikoni, kur një njeri fillon të vërë në pikpyetje besnikërinë e Perëndisë për shkak të mundimit, Perëndia do që në këtë pikë të kthehemi tek ai dhe të bëjmë pyetjen: a ishe besnik atëherë? Ishe besnik për të mbajtur fjalën tënde? A bëre atë që ti kishe premtuar këtu kur u lut atëherë çfarë ndodhi? E vërteta është se kur mendoni për këtë, Zoti s'mund të jetë vetëse besnik. Ky pra është ai, kjo është natyra e tij. Dhe për shkak se natyra e tij është të jetë besnik me ne, mund të besojmë atij që në çdo rrethan që ne ndodhemi, cila do që të jetë situata jon, ne mund të besojmë tek ai që do të jetë ai që thotë se është. Mund të besojmë se do të bëjë atë që thotë dhe do të na nxjerrë fitimtar me çdo kusht. Një tjetër çështje që ai ka mësuar këtu dhe që mendoj se është shumë e vlerë për ne, ai thotë, për shembull, se mësoj që Perëndia e vlerëson shërbesën e tij më shumë se dëshirat e tij. Tani dëgjoni se çfarë thotë në kapitullin 12, vargu 7. Ai thot për shembull: më dëgjoni, dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një ëngjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Ja se ç'po na thot ai, është një mësim me shumë vlerë. Ai thot se ka mësuar se nga këndvështrimi i Perëndisë, ai e di saktësisht se çfarë duhet për të më çuar në një marrëdhënie të ngushtë me të. Dhe dëgjoni me kujdes. Perëndia ka kaq shumë dëshirë për të na çuar tek ai, intimitet i gjallë, i përjetshëm, i kënaqshëm, i gëzueshëm dhe i papërshkrueshëm. Dhe shikoni, ai do t'i shpërfillë dëshirat e mia. Dhe përse bën këtë? Do t'i shpërfillë dëshirat e mia për të më pajisur mua që t'i shërbeti. Por nëse unë zgjedh që të zhytem dhe të kem vetë keqardhje dhe të tjera si kjo,
Kam për ta humbur këtë mundësi të mrekullueshme dhe mundësia më e mrekullueshme, dëgjoni, s'është të jem thjesht shërbëtor i Perëndis, por është kjo marrëdhënie e ngushtë dhe e mrekullueshme që zhvillohet në atë lloj mundimi që zvien në mënyrë tjetër. Pastaj mendoj për atë që thot se ka mësuar se edhe në mundimin e tij, Perëndia po forconte mesazhin e tij ndaj ndjekësve. Dhe kjo është interesante sepse tek Filipianëve ai është në burg dhe shikoni çfarë ndodhi. Disa prej ndjekësve të tij ishin aty dhe nuk e kuptonin shumë mirë apostullin Paul. Në fakt po e kritikonin atë. Ja se çfarë na thot në vargun 13. Ai sa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbar e din se unë jam në vargojnë për Krishtin, dhe ishin ata që kishin mposhtur perandorin, dhe gjithë të tjerët dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojnët e mia, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndis pa frikë. Tani na thot disa me të vërtet predikojnë Krishtin edhe për smir dhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë. Ja se çfarë po na thot ai. Po na thot që edhe në mundimin ton, Perëndia po bën diçka në jetën tonë. Çfarë po bën ai? Ai po forcon mesazhin ton. Sepse kur kaloni në përvështirësi, problem dhe dhimbje në jetën tuaj, atëherë ju filloni të kuptoni që Perëndia po punon në jetën tuaj. Dhe besimi juaj, për shembull, besimi juaj bëhet më i fortë. Dhe ai gjithashtu filloi të kuptonte çdo gjë sikur të vinte nga Perëndia, që është një nga parimet bazë për të parandaluar një njeri të jetë i dhënak, i zemëruar dhe armiqësor. Dëgjoni se çfarë thot në këtë pasazh. Për shembull, në vargun 7, ai na thot dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një engjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Tani, nga erdhi kjo gjë? Në fund të fundit duhet të jetë Perëndia. Pra Perëndia mund ta kishte ndaluar këtë. Mund t'i kishte ndaluar të gjitha këto, por ai i lejoi ato. Çfarë po bënte ai? Ai po i lejonte këto gjëra në jetën e tij. Dhe Pali tha, një nga gjërat më të mëdha që kishte mësuar, ishte se ju bëje mundur të kuptonte se çdo gjë vinte nga Zoti. Pastaj sigurisht ai mësoi diçka tjetër. Ja se thot se cila është, ne bëhemi shumë më të aftë për të qenë ngushëllues për njerëz të tjerë kur ne kemi kaluar hidhërim dhe kemi ngushëlluar veten tonë. Tani ai e thot këtë në mënyra të ndryshme në këtë pasazh të veçantë, por duhet që të kthehemi tek ajo që tha në kapitullin e parë të këtij libri. Ky është kapitulli 12 për të cilin po flasim, por le të kthehemi tek kapitulli i parë. Ai nis kështu këtë letër drejtuar Korintasve. Ai thot: "Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdallimeve dhe Perëndia i gjithë ngushëllimit, i cili na ngushëllon, diqeni këtë, i cili na ngushëllon ne në çdo shtrëngim tonin që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarë do shtrëngimi." Pastaj më pas në të njëjtin kapitull na thot: "Sepse nuk duam o vëllezër që të mos dini për vështirësinë që na ngjau në Azi, që u rënduam përtej fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për jetën tonë vet." Ja se çfarë po kalon ai. Po për çfarë po na flet? Po na tregon që Perëndia në ato situata duke ngushëlluar, po e pajiste atë për të qenë ngushëllues për të tjerët. Ju mund t'i ngushëlloni të tjerët me sinqeritet vetëm kur keni qenë vetë lënduar, kur ju keni ndjerë dhimbje, kur ju keni ndjerë refuzim, kur ju jeni ndjerë në nevojë dhe e keni ndjerë veten që po ecën në drejtimin e gabuar. Kur e keni ndjerë veten se po e humbet veten në jetë, dhe në një mënyrë Perëndia fillon të punojë në jetën tuaj me ngushëllimin e tij të mrekullueshëm. Dhe ai na tregon se çfarë ka mësuar, që ne bëhemi më të efektshëm kur jemi lënduar më shumë. Kur na është dashur të ngushëllohemi, atëherë kuptojmë se çdo të thotë të ngushëllosh dikë tjetër. Pra kur ai na flet për të gjitha gjërat që ka mësuar dhe se si të përballej me mundimin, dëgjoni se çfarë na thot. Kur unë përballem me mundimin, e kuptoj që Perëndia po më pajis mua gjatë këtij procesi. Po më pajis mua që të bëhem ngushëllues për dikë tjetër. E vërteta është se ne nuk na pëlqen mundimi, por pyetja që duhet të bëjmë është kjo: kur jam unë më i efektshëm? Kur jam i lënduar si të tjerët,
kur kam ndier atë që kanë ndier ata. Pra, a jam i gatshëm të ndjej atë që po ndjejnë ata dhe të jemi lënduar si ata? A jam i gatshëm të vuaj humbje nëse kjo do të më pajisë mua për të qenë një ngushëllues i mirë për të cilin ka nevojë disa njerëz? Pali thot po. Po, vërtet jam i gatshëm, ajo që kam mësuar në nevojë dhe në dhimbjen time është se jam më i fortë dhe më efikas në ngushëllimin tim. Pastaj sigurisht ai përmend diçka tjetër. Ai thot që ka mësuar që Perëndia ka një qëllim specifik për mundimin. Këtë fillon të na thot në kapitullin 12. Dëgjoni çfarë na thot ai. Për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, për çfarë po flet këtu? Tani libri i zbulesës është shumë i veçantë zbulesë, sepse ishte një zbulesë profetike. Pra, kur ai flet për këto zbulesa të jashtëzakonshme që ai ka, flet për ato kohra, ato situata dhe rrethana në të cilat Perëndia i zbulon atij këtë të vërtetën tjetër e atë tjetrën. Ai thot që Perëndia i ka dhënë atij zbulesa të mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme në mënyrë që të mos bëhet krenar dhe arrogant. Ai thot, mu dha një gjem në mish, një engjëll i Satanit për të më rënë, dëgjoni, me grushta që të mos mbahem me të madh. Tani, ju mund të mendoni për këtë që kur po kaloni diçka që është tepër e vështirë, mund t'i bëni vetes pyetjen, Zot, cili është qëllimi yt për këtë? Në fakt keni të drejtë ta bëni këtë pyetje, në fakt duhet ta bëni. Cili është qëllimi yt? Dhe Pali na thot, e di cili është qëllimi. Ai thot, më ndiqni. Nëse Perëndia, më ndiqni me kujdes, nëse Perëndia ka një qëllim për gjithçka që lejon në jetën tonë, do thoshit që është qëllimi mirë apo qëllimi keq. Nuk mora ndonjë përgjigje të fortë për këtë, e kuptoj shumë mirë. Dëgjoni, çfarë Zoti është ai? Ai është një Zot i mirë. Ai është një Zot i përsosur. Ai është një Zot që na do ne pa kushte. Pra, çfarëdo që ai lejon në jetën tonë, në mendje, ai ka një qëllim specifik. Dëgjoni, dhe ai qëllim s'është i mirë vetëm për atë, por edhe për ne gjithashtu. Çfarë tha ai? Ai tha, Zoti im i bën të gjitha gjërat. Çfarë bëjmë ne? I marrim të gjitha gjërat dhe i interpretojmë si të mira, të dashura, të pasura, të gjitha të mrekullueshme, të famshme. Ai bën të gjitha gjërat, po, edhe dhimbje, vojtje dhe vështirësi. Në një mënyrë keq interpretojmë këtë fjali dhe vendosim aty ato që duam të ndodhin. Zoti im i bën të gjitha gjërat. Tu përfshihen të gjitha që të bashkëveprojnë për të mirën time, sepse ai na done. Prandaj kur mendoni për këtë, nëse e besoni me të vërtet, kjo është e dhimbshme dhe nuk më pëlqen, por në bazë të asaj që unë lexoj në shkrime, e di që Perëndia po bën që këto të bashkëveprojnë për të mirën time. Dhe sigurisht, pastaj ai mësoi që mund të gjej gëzim në mes të mundimit të tij. Mua më pëlqen letra e Filipianëve sepse aty ka shumë vargje të mrekullueshme. Por shikoni pak kapitullin 4 të Filipianëve. Ja se çfarë na thot aty. Ai thot, gëzoni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri gëzoni, e shkroi në qeli, në një burg romak. Dhe ai po flet për gëzim. Pse? Sepse ja se çfarë mësoi. Me të gjitha këto gjëra që i ndodhen atij, në vend që të ndjente keqardhje për veten dhe të donte të arratise nga burgu, ti kërkonte dikujt që ta shpëtonte dhe ti kalonte ditët dhe netët duke qarë, Zot, të lutem më shpëto, të lutem më nxirr nga ky vend. Çfarë bën ai? Apostulli Pali i merr të gjitha këto përvoja dhe i kalon në përmendje dhe zemër, i përpunon, mëson dhe mbledh shpërblimet më të pasura, se cili është Perëndia të cilit ai shërben. Prandaj çfarëdo mundimi që të keni, shumicën e kohës mund ta kontrolloni. Prandaj duhet vendosni se çfarë do mendoni për këtë. A do ta mendoni ju atë si një urë që Perëndia po ndërton për ju? Dëgjoni, për t'ju sjellë në një marrëdhënie të ngushtë me të cilën asnjë njeri në tokë s'mund ta krijojë për ju, një marrëdhënie me Perëndin, të cilën s'do t'jeni në gjendje kur ta kuptoni gjithë ditët e jetës suaj. Një marrëdhënie me të që ai vdiq për ta bërë të mundur. Një marrëdhënie me të që do ta ndryshojë plotësisht jetën tuaj. Do t'ju pajisë për të qenë një shërbëtor i fortë për Zotin. Apo doni që të ndjeni keqardhje për veten, të pini, të deheni, seks, çdo gjë për të hequr mendjen nga kjo gjë. Është interesante që nuk e hiqni dot kurrë nga mendja. Kjo është përqasja e djallit.
por mund të zgjidhni për qasjen e palit, që kjo është një urë. Unë do të udhëtoj mbi gjithë këtë gjë, sepse e di se çfarë ka në anën tjetër. Një marrëdhënie e papërshkrueshme, e ëmbël, e çmuar dhe e përjetshme me Jezus Krishtin. Për këtë bëhet fjalë, miqtë mi. Prandaj, shihni mjerimin tuaj cili do qoftë dhe bëjni vetes pyetjen: Zot, si jam sjellur? Si jam përgjigjur unë? Më lejoni të them këtë, mund të mos jeni krishterë dhe të mendoni për çfarë është e gjithë kjo. Ja përse bëhet fjalë. Bëhet fjalë për Perëndin që do të tërheqë vëmendjen tuaj. Po ju dërgon aq dhimbje koke, mundime dhe vuajtje që më në fund do të çojnë tek ai. Ju mund të rezistoni, mund të rebeloheni ndaj tij, por vetëm do të shtoni dhimbjen dhe lëndimin tuaj. Ajo që do ai është që ju të pranoni që ju ka krijuar për veten e vet, jo për veten tuaj. Ai do që ju të rrëfeni mëkatin tuaj, pa mjaftueshmërinë tuaj dhe të mbështeteni tek ai për faljen e mëkateve përmes birit të tij Jezusit që vdiq në kryq dhe pagoi borxhin tuaj. Dorëzojeni veten tuaj atij dhe shihni se ç'do bëj. Mund të pyesni, a do të më heq kjo gjithë mjerimin tim? Jo domosdoshmërisht. Sepse shikoni këtu, ai e di se për sa keni nevojë që të bëheni njeriu që ai do që të jeni. Por ju keni dy zgjedhje. Mund të rebeloheni ose ju mund të dorëzoheni. Kjo është mënyra më e mirë dhe lutja ime për ju.